5 minuta me Zotin. Gosti pa mbarim. Atëherë judenjtë filluan të grinden me shoqin e thoshin: si mundet ky të na jap trupin e vet për ushqim? Prandaj Jezusi u tha: për një mend po ju them, nëse nuk e hani trupin e birit të njeriut e nuk e pini gjakun e tij, nuk keni jetë në vetvete. Përveç shpjegimit e këtij teksti në mënyrë krejtësisht shpirtërore dhe në mënyrë krejtësisht eukaristike, ekzistojnë shumë interpretues bashkëkohor të Shkrimit të Shenjtë, të cilët e bëjnë njërin dhe tjetrin shpjegim. Pjesa e parë e fjalimit të Jezusit i drejtohet fesë, e cila na ndihmon që të ushqehemi me kungim, me mendimin dhe fjalën e tij. Pjesa e dytë e fjalimit është drejtuar në mënyrë eukaristike. Eukaristia na ndihmon që të ushqehemi me trupin dhe me gjakun e tij. Jezusi nuk përpiqet as pak për ta zbutur fjalën e vet. Nuk tërhiqet edhe pse shikon se si njerëzit e kuptojnë fjalë për fjalë fjalimin e tij. Nuk do kurfar kompromisi mes asaj që thot dhe kuptimit të njerëzve. Nuk do kurfar pazari. Jezusi është i hapur dhe i drejt për drejt. Nëse nuk e hani trupin e birit të njeriut dhe nuk e pini gjakun e tij, nuk keni jetë në vetvete. Në këto fjalë të tija ndjehet mendimi i Kalvarit. Paraqitja e trupit e tij, i cili fal flijimit në kryq, do të paraqitet ditë për ditë në flijimet tona eukaristike. Jezusi me këtë bisedë për të ngrënit e trupit dhe të pirit të gjakut e tij, përgatit ngadalë nxënësit e vet që ta kuptojnë me lehtë atë gjë që do të ndodhë në darkën e fundit. Atëherë, si zot shtëpie në atë festë të dashurisë, e theu bukën dhe u dha nxënësve të vet duke thënë: ky është trupi im që flijohet për ju. Gjithashtu, Jezusi u dha dhe gotën e bekuar me verë duke thënë: pini prej saj të gjithë. Ky është gjaku im. Ushqimi eukaristik dhe urdhri i Jezusit, bëjeni këtë në përkujtimin tim, i bashkonin të krishterët e parë në kremtimin e pashkve dhe i lidhnin në bashkësi. Këto bashkësitë e para Shën Luka në Veprat e Apostujve përshkruan kështu: ishin vazhdimisht të kujdesshëm për ta përvetësuar mësimin e apostujve dhe nuk mungonin në mbledhjet vllazërore, në ndarjen e bukës dhe në lutje. Sot ndoshta shumë pak jetojmë nga kremtimi i përditshëm i Eukaristisë. Kjo gjë ndodh sepse jemi të lodhur, të varfër dhe e kemi zemrën e mbyllur. Nuk duhet të harrojmë se Eukaristia është burimi i mëshirës dhe i dashurisë. Çfarë është pjesëmarrja ime në Eukaristi? Kush ushqehet me trupin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do ta ringjall në ditën e fundit, sepse trupi im është ushqimi i vërtet e gjaku im është pije e vërtet. Shëngjoni nuk flet për themelimin e Eukaristisë gjatë darkës së fundit. Mirëpo, ato fjalë të Jezusit dhe mendimet siç ishin ato që i shprehi gjatë darkës së fundit derisa e themeloi Eukaristin. Në të vërtetë, ato janë vetëm vërejtje dhe shenja të asaj që do të ndodhë në darkën e fundit. Porosia është e qartë. Pa ngrënë trupin dhe pa pirë gjakun e Krishtit, nuk ka jetë e pasosur, të cilën ai e jep, nuk ka ngjallje në fuqinë e shpirtit e tij. Jezusi këtu thekson qartë se jetë e pasosur dhe ngjallje nuk ka pa Eukaristi. Zotëria i ngjallur në Eukaristi na e dhuron faren e re të pavdeksisë. Në darkën e fundit, ai fliste për gostinë e amshueshme, në të cilën do të bashkojë të gjithë miqtë e vet. Të ushqyrit në gostinë eukaristike na kujton këtë gostitë e amshueshme që nuk mbaron kurrë.
O Zot, bëj që të rritem në kuptimin e këtij misteri dhe të dashurisë sate nëpër të cilën më dhurohesh në Eukaristi. Bëj që gjithmonë në Eukaristi të sjell krejt veten dhe jetën time. Bëj që ushqimi me trupin dhe gjakun tënd të më përfshijë dhe të më ushqejë për jetën e pasosur. Kush ushqehet me trupin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në te. Sikurse mua më dërgoi Ati i gjallë, edhe unë jetoj për Atin, po ashtu edhe ai që më ha mua do të jetoj për mua. Përveç se Eukaristia na ushqen për jetën e pasosur, ajo na lidh me Krishtin dhe na shenjtron në Krishtit. Kush ha trupin dhe pi gjakun tim, mbetet në mua dhe unë në te. Lidhja është e qartë. Të ushqehesh me Krishtin do të thotë të jesh në te. Të ushqehesh me Krishtin do të thotë ai mbetet në mua. Të jesh në hyin dhe të jesh të pije hyjit është gjëja më e lartë që ka mundësi të arrijë njeriu. Hyi përmes meje bëhet veprues dhe unë në vetvete e mbart jetën e tij. Ne nuk jemi të vetëdijshëm në mënyrë të mjaftueshme për këtë gjë. Prandaj Eukaristia nuk vepron përmes nesh me atë fuqi që ka në vetvete. Sikurse Jezusi ju kushtua Atit dhe jeton sipas tij, kështu dhe ai që ushqehet me Krishtin i kushtohet atij dhe jeton prej tij. Eukaristia më thret që të jetoj për Krishtin. Eukaristia më drejton në udhën e tij. Nisu udhës së Krishtit, udhës së Krishtit dhe të dashurisë. E falenderoj o Zot. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo por si ajo që hëngër netrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë bukë do të jetojë në amshim. Në gostitë eukaristike mbeltuhet drita e ngjalljes dhe e jetës së pasosur. Hyj të martë për dore e ta dhënd bukën që do ta dhurojë ngjalljen dhe jetën e pasosur.